Gjykata e posaçme ka vendosur të vazhdojë masën e sigurisë arrest në burg për Edison Mucekun, i akuzuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje në dëm të Hamzat Terziut. Ngjarja ka ndodhur në maj të vitit 2020 në qytetin e Bulqizës. Në sallën e gjyqit Muceku ka mohuar akuzat që rëndojnë ndaj tij, ndërsa vetëm pak ditë më parë u ekstradua nga Mbretëria e Bashkuar, ku arrestua në janar të këtij viti. Emri i tij ndodhet në listën e 50 personave të shpallur në kërkim nga SPAK, si pjesë e mega operacionit Metamorfoza 3. Operacioni i cili u zhvillua në maj të vitit të kaluar zgjati për rreth 20 orë dhe përfshiu hetime në disa qytete të vendit, si Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, Lezhë, Rësheni, Kurbini, Fushkruja dhe Kruja. Ky aksion ishte rezultati i një bashkëpunimi me SPAK, Europol, Renea dhe BKS, kur rreth 30 hetues të byros kombëtare të hetimit u angazhuan për të zbuluar dhe goditur veprimtaritë kriminale. Edison Muceku njihet dhe si ushtari Hektor Xhexhukës, kreu i një grupi kriminal që dyshohet të jetë përfshirë në eliminimin e Hamzat Terziut. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare dhe akuzohet si bashkautor në tentativën e vrasjes që ndodhi më 21 maj 2020 në Bulqizë. Gjykata e posaçme pritet të vazhdojë hetimet në lidhje me përfshirjen e tij në këtë ngjarje të rëndë, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e zbulimit të lidhjeve të tjera me rrjetin kriminal që operonte në disa qytete të Shqipërisë.